Kapitulli i 5. Kush beson se Jezui është Krishti, ka lindur prej Perëndis, dhe kush e do baban, do edhe fëmijët e tij. Ja si e dim se i duam bijtë e Perëndis, kur duam Perëndin dhe zbatojmë urdhërimet e tij. Dashuria e Perëndis është të zbatojmë urdhërimet e tij, dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda, sepse kush ka lindur prej Perëndis, e mund botën, dhe fitoria që mundi botën është besimi ynë. Kush e mund botën? Vetëm ai që beson se Jezui është biri i Perëndis. Jezu Krishti është ai që erdhi nëpërmjet ujit të pagëzimit të tij dhe nëpërmjet gjakut të vdekjes së tij në kryq, jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Ai që dëshmon është Shpirti i Shenjtë dhe ai është e vërteta. Tre janë ata që dëshmojnë: Shpirti i Shenjtë, uji e gjaku, dhe që të tre japin të njëjtën dëshmi. Ne pranojmë dëshminë e njerëzve, por dëshmia e Perëndisë është më e madhe dhe ajo është dëshmia që dha për birin e tij. Ai që beson në birin e Perëndisë e ka këtë dëshmi. Ai që nuk beson në Perëndin e ka bërë atë gënjeshtar, pasi nuk i ka besuar dëshmisë që Perëndia dha për birin e vet. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e amshuar, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka as jetën. Këto gjëra ju shkrova juve që besoni në emrin e birit Perëndis, në mënyrë që ta dini se keni jetën e amshuar. Kjo është siguria që kemi para Perëndis. Nëse i kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Meqense e dim se ai i dëgjon kërkesat tona, atëherë dim edhe se do të na plotësohen. Nëse dikush shikon vëllain e vet të bëjë mëkat që nuk të çon në vdekje, le t'i lutet Perëndis dhe ai do t'i japë jetë. Këtë e them për ata që nuk bëjnë mëkate që të çojnë në vdekje. Ka edhe mëkat që të çon në vdekje, por nuk ju them të luteni për këtë mëkat. Çdo padrejtësi është mëkat, por ka edhe mëkate që nuk të çojnë në vdekje. E dim se kush ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton, sepse atë e ruan biri i Perëndis dhe i ligu nuk mund ta prek. Ne e dim se jemi prej Perëndis dhe se e gjithë bota dergjet nën pushtetin e të ligut. Dim edhe se biri i Perëndis erdhi e na dha dijen për të njohur Perëndinë e vërtet. Ne jemi të bashkuar me Perëndinë e vërtet përmes birit të tij Jezu Krisht. Ky është Perëndia i vërtet dhe jeta e amshuar. Bijtë e mi, ruani veten nga idhujt,